Mirëmbrëma Vaudesi, mirëmbrëma Bushati, mirëmbrëma Hajmeli, mirëmbrëma Shllaku, mirëmbrëma Temali, mirëmbrëma Vignela. Mirë se keni ardhur në këtë përmbledhje të mitingut elektoral, duke mbështetur zotin Gjokleshi, tashmë kryetari i Bashkisë së Re Vaudejës. Përshëndetje miq dhe të ftuar. Përshëndetje super e madhe shkon për zotin Gjokleshi, i cili tashmë e ka fituar zgjedhjen e tij, duke qenë kryetari i Bashkisë së Re Vaudejës. Një përshëndetje shumë e madhe shkon për deputetin ton të nderuar, zotin Ton Doshi. Deri tani nuk kisha emocione, tani më fillon. Dhe e dini pse? Do ftoj në skenë atë burr që i dha mbështetjen më të madhe kandidatit për kryetar bashkie zotit Gjokleshi. Do ftoj në skenë një njeri që populli e don, e ka dashur, e don dhe do ta doj me gjithë zemër. Do ftoj në skenë të madhin deputetin ton të nderuar, zotin Ton Doshi, i cili i dha një mbështetje shumë të madhe për të fituar zoti Gjokleshi, kryetari i Bashkisë së Vaudejës. E di që në LOL në këtë fushat janë bërë shumë takime me tingje, por ishte nevojshme edhe kjo mbyllja fushat që ta shohim njëri tjetrin në sy se fitoria është e sigurt. Kam kënaqësi sonde që këtu ka mirëditor Temals, Shlaks, Bushatli, është i gjithë populli i bashkum, Vignela, Hajmeli, dhe tanë janë për fitoren e Gjokleshit. Peshi këtu janë Barbullushi, Melgushi, Kosmaçi, Shkezi, Maljushit e Ranzat, po s'po i marrim kështu fshat për fshat, po i marrim si komuna që kanë kënë. Shqetësimi i kapterit Marmelat sa është sikur unë kam dal me ble vota. Ne s'kena dal me ble vota, por kena mbështetje popullore. Si që thale Gjoka, 23 vjet kishte që komuna e Barbullushit, se komun ka kenë kur aty ka fillu Zefi për herë të parë, nuk kishte ujë me vadit. Dhe për atë trenetve një grup përfaqësuesit të Barbullushit më erdhën e më takunë dhe më thanë 2 kërkesa dona prej tejet. Ujën me vadit dhe me na hap shkollën e mesme prapë. Unë mërëna natët qova i grup inxhinier e projektus dhe din sa ishte vlera? 5.000 euro. Për 5.000 euro Barbullushi dhe Shkezi rrinë pa ujë tash 23 vjet. Dhe nesër dark do të montohet dhe ju kam thënë para se të shkoni me votu do të keni ujë deri në kukull. Kjo është shqetësimi i Zefit. Unë nuk blej vota, unë baj investime publike, unë di me marrë mbështetjen e popullit, sepse di ku me i shërby, kur me i shërby. Nuk jam unë përmeshtru rrugë ditën 2 ditë para zgjedhjeve, si me jo grabit lirin prap. Por edhe ato rrugë që janë shtru, më vjen mirë rrugët në Stajk, në Kosmash, tek Varezat, pavarësisht se cilësia shumë e dobët,
dhe ato janë ba me fonde falas, se as tendrin s'ka pas kur me i ba, sa është mësuaj me i ba gjithmonë për fushata dhe mrapa një tenderon, po kësaj rrallë nuk ka shans, as ajo kompania që e ka financu për më marrë lek mrapsht. Në Bushat dje më thanë 70% është një lagja aty, edhe 70% e kena pas fitoren, teshta që na ka shtru rrugën, tha na shtu e 10%, sepse atë e dashme na shtru para 2-3 vjetëve, jo tesh. Për sa i përket premtimeve që kanë ba shtabi që ka drejtu fushaten, thash edhe herë kapteri Mërmëladës ka thënë si kur nuk kam shtetin e qeverisë Gjokdheshi. Pra erdhi kryeministri këtu dhe kryetari i Partisë Socialiste dhe i dhem shtetin e plot. I tha do të kesh mbështetjen temë dhe qeverisë. Dhe është e vetmja bashki në veri që mund të thomë sot që është e fitume, është vetëm bashkia Vardajnësit me kryetar Gjokdheshin. Çdo kandidat dhe çdo deputet kur del si në fillim fushat, si në mbyllet fushat, thot jena të fitum. Por faktikisht unë jam gjithmonë kam rezerva, por kam edhe para njën fitoret. Unë qyrë se venosa më ardhë me fillu me mbështet Gjokdheshin, e kam ditë që do të fitojmë gjithë bashkë. Dhe fitorja është e pa diskutueshme. Duhet bëj edhe një urim për gjithë besimtarët musliman për muajin e mallnueshëm të Ramazanit. Zoti ja u lehtësoft agjënimin dhe me shpresën e madhe tek Zoti që ditën e diel me na mbështet Gjokdheshin. Fitore, fitore. Tani ftojmë në skenë duke i dhënë fjalën kryetarit të shtabit elektoral për Bashkinë Valdez, Zotit Mark Zhuri. E presim me një dorë trokitje. Në emër të shtabit elektoral ju përcjell urimet më të mira për banorët e Bashkisë Valdezit, Bushatit, Hajmenit, Vikmlerës, Shllakut dhe Temalit. Në emër të këtyre ndjesive një përshëndetje veçantë është për deputetin e Qarkut Shkodrës, Zoti Tom Doshi. Zoti Tom Doshi është personaliteti kryesor dhe i pazëvendësueshëm, është lideri shpirtëror i bashkisë tonë dhe i gjithë banorëve të Qarkut Shkodrës. Me ardhmën e Tom Doshit në Partinë Socialiste dhe nga dy njësi që kishte Shkodra të fituara u bën 9 njësi, njësitë të cilat po i përmeni. Me ardhmën e deputetit Tom Doshi në Partinë Socialiste u fitu komuna e Berdicës, e Velipojës, Anesmanit, Rrëthinat, Gurizi, Shala, Temali, Pulti dhe Gromira. Fitoria e Partisë Socialiste edhe në vitin 2013 në zgjedhjet parlamentare erdhi në qarkun ton në drejtimin dhe menaxhimin e deputetit ton të nderuar Zoti Tom Doshi. Ne si shtab elektoral të organizuar filluam desh Zoti dhe shtabi ton ju afro fuqia ndryshimit, ju afro fuqia e uraganit Tom Doshi, të cilit do ta kishte zili çdo qark i Shqipërisë që ta kishte në gjirin e tij. Në shtabin ton u bashkuan të djallë dhe të majtë, dhe të qendës, Republikanë e Social-Demokrat, erdhë kryetari i komunat të Partisë Demokratike, kryetaret të grupet të Partisë seksione, grup seksione, të cilët e gjetën vetveten të kandidati jonë Zoti Gjokdheshi, i cili mbart me vete njeriun e punës, njeriun e tolerancës, njeriun e ndershëm, familjarin e mirë, menaxherin e shkëlqyeshëm, njeriu që nuk ditë gënjej. Për këtë burr nuk ka njeri që flet një fjalë të keqe, as nga majta, as nga djatha. Për te edhe as familjen e tij. Është nder për ne, për ju, për gjithë banorët e Bashkisë Valdezit që kemi një njeri të tillë si Gjokdheshin dhe mbështetjen e superdeputetit tek Zoti plot nga Zoti Tom Doshi. Sot
jemi të bashkuar pa dallim politik dhe partijak, pra jemi për të dhe djatës dhe për të pa përqarje. Unë dua të përshëndes edhe zotin Lek Biba Pjetrëleshi, të cilët patën kurajon, trimrin, t'i thonë dal hajdutëve, banditëve, kriminalëve të inkriminuar, të cilët sot dhe gjithë fushatën flasin për nder dhe punë dhe dignitet, të cilët nuk kanë asnjërin prej tyre. Ata kanë vetëm rishvet dhe t'japësh para për të kandiduar. Mendojeni pak se ku do të votojnë një person që vetëm për vitin 2007-2014 në komunën e tij janë shpenzuar 21 miliard lekë. Flitet janë shpenzuar për ndërtime, infrastrukturë, kanalizime, ujësillsa. Për gjatë investimeve tona nuk i kemi ndeshur në këto investime, vetëm në investime private, se për shtetërore publike nuk kemi ndeshur. Prej 50 ditësh ne kemi kontaktuar banorët e 6 njësive që përbejnë Bashkinë e Vaudesit dhe jemi ndeshur me shumë probleme që shqetësojnë banorët dhe ne jemi angazhuar në terren 10 grupe specialistësh për të hartuar një program të menaxhimit të Bashkisë Vaudes për vitin 2015-2019. Vizioni ynë për Bashkinë e Vaudesit. Bashkia e Vaudesit është e secilit prej banorëve të saj. Ne do punojmë së bashku për një zhvillim ekonomik, prosperitet, punësim dhe cilësi jete më të mirë nëpërmjet bashkëqeverisjes me komunitetin, profesionalizmin e administratës dhe zbatshmërisë korrekte të ligjit. Objektivat tona për Bashkinë e Vaudesit janë përforcimi i bashkëpunimit të bashkisë me komunitetin dhe nxitja e partneritetit privat, zhvillimi ekonomik dhe lokal i qëndrueshëm të integruar për Bashkinë e Vaudesit, infrastrukturë të përmirësuar, jetë më të mirë për gjithë, duke përmirësuar infrastrukturën e qerdheve, kopshteve, shkollave, parqeve, shesheve, lagjeve, lulishteve, kendeve të lojra e tjera. Përmirësimin e shërbimeve të infrastrukturës shëndetësore dhe sportive, rritjen e të ardhurat përmes severisë drejt dhe menaxhimit të fondeve kombëtare dhe ndërkombëtare, livrësim dhe përmirësim buxheti. Shërbim në kohë dhe në eficiencë ndaj çdo banori të Bashkisë Vaudesit, përmes një stafi të kualifikuar ekspertësh, të cilët punojnë me ndershmëri dhe përkushtim, duke zbatuar kodin etikës që do të implementohet për herë të parë në këtë bashki, jo si ndodh sot në kampin tjetër. Do të ndërtojmë një sistem eficient të shërbimeve publike dhe sociale, duke mbështetur dhe nxitur çdo iniciativë për bizneset e reja. Strategjia jonë do jetë bashkëqeverisje dhe transparencë, punësim dhe zhvillim ekonomik, planifikim dhe urbanizim, legalizim brenda 2 vjetëve, infrastrukturë dhe shërbime. Detyrat tona për 4 vjeçarin do jenë arsim, shëndetësi, kulturë dhe sport, bujësi, blegdori, tokë bujësore dhe mbrojtje e saj, mjedisin dhe pyjet kullotat, programet për infrastrukturën dhe shërbimet publike, të cilat do t'i hartojmë dhe përfundojmë brenda vitit të parë të mandatit tonë. Përmirësimin e mirëqenies sociale dhe individuale të banorëve të Bashkisë Vaudesit, punësim dhe zhvillim ekonomik i banorëve të bashkisë tonë, menaxhim dhe administrimi mbetje urbane dhe inerteve në gjithë territorin e Bashkisë Vaudesit. Do të hartojmë programet menjëhershme për problemet emergjente që ka bashkia jonë, të cilët i kemi shpalosur në programin tonë, të cilët do realizohen në vitin e parë të mandatit 4 vjeçar, të cilët janë ujë i pishëm, infrastruktura rrugore, kanalizimet, arsimi, shtetësia, shërbimet sociale, për shtresat e nevojë dhe çmuret. Ndihma ekonomike do të shkojnë te shtresat e varfra në nevojë, pa dallim partijak, jo si sot. Këto probleme nuk do diskutohen me akur pas vitit të parë të administrimit të kryebashkiakut ton zoti Gjokleshi. Planifikimi urban dhe tituit e pronësisë brenda 2 viteve të para të administratës tonë do bëjmë. Do të përgatisim planin urbanistik bashkëkohor, do të përmirësojmë sistemin e transportit, urbanizim, gjelbërim, ndryshim rrugësh dhe lagjesh, do instalojmë linjat e autobusit Bushat Vaudes, Hajmel Vaudes. Do të intensifikojmë qartë gjitha pronat e Bashkisë Vaudesit për të vënë tyre në funksion të banorëve për jetesë dhe për zhvillim biznesi, për aktivitete rikrijimi, për kende lojrash, për parqe kende sportive. Do të përfundojmë klasifikimin dhe certifikimin e tokës bujësore për ndërtim. Në bashkëpunim me qeverinë shqiptare do bëjmë gjitha legalizimet e shtëpive të banorëve të Bashkisë Vaudesit. Të gjitha këto që cituam më lart do realizohen sipas programit hartuar nga grupi i specialistëve që punuan pa u lodhur për gjatë gjithë kësaj kohe, të cilët do t'i falenderoj me gjithë zemër. Mund të lind pyetja se ku i gjeni fondet për realizimin e këtyre premtimeve, ku i gjeni burimet e financimit. Atëherë ne themi stop korrupsionit, stop hajdutëve, stop sekserëve, stop të inkriminuarve, stop mafiozëve që kanë kapur institucionet e shtetit. Ju jeni koshens sot si është braktisur kandidati në ikje i cili nuk gjen vrim ku të futet. Prandaj që ta zhdukim një herë mirë këtë kolerë të zezë, votojni zotin Gjokleshi. Me fondet e shpërdoruara gjatë këtyre 19 vjetëve nga administrata e gabuar, sot në Bashkinë e Vaudesit nuk do të dëgjoheshin më kërkesat për ujë të pishëm, kanalizime, ujitje toke, infrastrukturë, arsim, shërbime shtetësore, shërbime tjera të munguara komunitetit prej 19 vjetrash.
fondet për realizimin e premtimeve tona do i sigurojmë nga buxheti i shtetit, nga grandet e kushtuara dhe të pakushtuara, nga buxheti i bashkisë me taksa tarifat vendore, nga donatorët e ndryshëm vendas të huaj, gjithashtu do të kemi një mbështetje të fuqishëm nga superdeputeti Qarku Shkotës, zoti Tomdoshi. Do të aplikojmë dhe konkurojmë me projekte. Administrata nuk do flejë gjumë, nuk do shojnë ëndra vetëm për vete siç ndodh sot. Random në komunën e Bushatit, ne do aplikojmë me fondet e zhvillimit të rajoneve, me fondin shqiptar të zhvillimit, me financimin nga fondet e strukturat të Bashkimit Evropian e tjera. Të gjitha këto do realizohen në drejtimin dhe menaxhimin e kryetarit të bashkisë son, zoti Gjokleshi. Unë do them sot se një administrator që prej 19 vjeç nuk ka qenë në gjendje të sigurojë banorëve të ujit pishëm se për shërbimet tjera nuk më i përmeni, a mundet që të realizojë premtimet që ka bërë për vite rresht. Ju e dini se vetëm gënjeshtra, rrena si themi ne ka nxjerr nga goja e tij. Fondet i ka quar tek ata që ja kanë adresuar këtij fondit, i cili sot është pa shpresë me situatën e tij, me suitën e tij, falni. Ata sot nuk kanë asnjë argument ndaj kandidatit ton, as stafit ton. Populli mirë din se kush janë ata dhe kush është Zefila, i cili nuk e durojnë dot më. Unë dua t'u them se për 4 vjet ka punuar një muaj, ka mashtruar banorët vetëm për të marrë votat e njerëzve të cilët i kanë besuar qorrazi. Nuk i besojnë më, prandaj do fitojmë ne, do fitojë Gjokleshi. Ju bëj thirrje të gjithëve, banorëve të Bashkisë Vallëdesit, pa dallim si jemi, të votojmë unanimisht zotin Gjokleshi për ne, për familjet tona, për të ardhmen e gjithë banorët të Bashkisë Vallëdesit. Sot kandidati Nike është në panik. Kudo në Bashkinë e Vallëdesit një të fryma fitores. Të gjithë të votojnë Gjokleshin. Por një porosi kam për komisionerët të Veshkusit. Do të zbatojnë me korreksi ligjin dhe kodin gjellor të Republikës së Shqipërisë, sepse kundërshtarë jonë përdorin çdo lloj mekanizacioni për të dëshuar rezultatin e zgjedhjeve, sepse mirë e din se ka humbur Bashkinë e Vallëdesit. Prandaj kërkohet mobilizim i fuqishëm në mbrojtje të votës lirë dhe ne kemi një strateg që ka dhënë prova është zoti deputeti jonë i nderuar zoti Tomdoshi, i cili ka dhënë prova se në ndërtimin e tij votat nuk tjetërsohen, nuk i vjell kush. Prandaj ju uroj fitore të gjithëve, fitore Gjokleshi. Do fitojmë apo jo? Tani japim fjalën kryetarit të Partisë Socialiste të Komunës Bushat, zotit Bujar Shimaj. E presim me një dorë trokitje. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma drejtimi i dur. Mirëmbrëma fitore. Ju jeni fitues bashkë me Gjokleshin. Dhe ju jeni drejtimi i dur. Dhe do t'ju garantoj unë si kryetari i Partisë Socialiste i Komunës Bushat si fitoria do të fillojnë nga Bushati. Bele fitoria do të fillojnë nga Barbullushi. Dhe t'jeni të qartë që populli i Bushatit e ka kuptuar se kush është Zefila. Ate do ta nënshkojnë me votë dhe vota juaj atë do ta shfarosë herë e mirë. Ju falenderoj shumë. Tani do ftojmë zotin Pjetër Lleshi, kryetari i Komunës Vignet. E presim me një duar trokitje të madhe. Ju përshëndes gjithëve. Shumë shkurt, na si komunë na mësumi rezultatet 18% për PD-n. Por këtë rallë, ne me banorëve të komunës Vigmil do të bëjmë ndryshim, do të nxjerrim 19% për zotin Gjokleshi. Dhe mendoj se t'i bashkohen gjitha njësitë vendore dhe çështjet e votimit, mbështetjet e zotit Gjokleshi, fitoria është e garantuar, puna i mbetet me bë Gjokleshi. Urime Gjokleshi, urime deputet, ju uroj të ardhmë mirat banorëve të Bashkisë Re të Vallëdesit. I japim fjalën zotit Aleksandër Palushaj, pjesë e shtabit elektoral, banor i Komunës Bushat. E ftojmë me një duar trokitje. Mirëmbrëma qytetarë të lirë të Bashkisë Re të Vallëdejës.
Mirëmbrëma i nderuar zoti kryetari i ri i Bashkisë së Vallëdhëdhës. Mirëmbrëma i nderuar deputeti i zonës tonë. Mirëmbrëma të gjithë ju të ftuar. Jam këtu sonte para jush që t'ju sill mesazhin e shpresës, mesazhin e një jete më të mirë, mesazhin e fitores së Gjokdheshit. Fitoria jonë ka trokitur në të gjitha dyert e kësaj bashkie të re, që nga Cukali e deri në Kukël. Sot jemi të bashkuar më shumë se kurrë, socialist dhe demokrat, për të vetmin qëllim, që t'i themi stop një njeriu që urren popullin e vet, që t'i themi stop një njeriu që denigron popullin e vet, që t'i themi stop një njeriu që mendon veç për vete dhe për familjen e vet, që t'i themi stop një njeriu që nuk e njeh ligjin, që t'i themi stop një njeriu të korruptuar, më të korruptuar të Republikës së Shqipërisë, që quhet Zef Hila. Ne këtij njeriu i themi jo, ti nuk e meriton asnjë votë të qytetarëve të kësaj bashkie. Nga ana tjetër, ne i themi po familjarit të ndershëm, ne i themi po njeriu të mirë, ne i themi po biznesmenit të suksesshëm, ne i themi po njeriu që do ta ndryshojë këtë vend Gjokdheshit. Nga ana tjetër, ne i themi po njeriu që na është gjetur kur do herë pranë pa dallime. Njeriu të fjalës dhe të besës Zotit Tom Doshit. Me 21 qershor t'i shtrëngojmë rrallet tona, të shkojmë krenar drejt qendrës të votimit dhe të votojmë të vetmen alternativë që kemi, numrin 2 Gjokdheshin. Vota jonë për Gjokdheshin është vot për drejtësi, është vot për barazi, është vot për familjen, është vot për të ardhmen. Vota jonë për Gjokdheshin është vot për Tom Doshin, fitore! Tani do të ftojmë në skenë zotin Lek Bibaj, aktualisht kryetari i komunës Hajmel, i cili dha një mbështetje shumë të madhe për kryetar bashkie zotit Gjokdheshi. Mirëmbrëma. Ju përshëndes gjithëve. Nga ky shesh i bekuar i Nën Terezës, që realisht ja kanë krusifierë shpinën ato ordinerët që drejtu në drejtash. Me votën tuj, Ministri qershor, do ta shkelqejmë këtë shesh, këtë vend. Do t'japim drejtimin e duhur, sepse meritoni realisht. Të gjitha ngjyrat janë bashku dhe do të bëjnë një ylber të jashtëzakonshëm, do të bëjnë një hark triumfit, ku të gjitha nin vendin, ku të jetë harku i të gjithëve. Ne do të triumfojmë sepse e meritoni. Gjokdheshi është kryetari i ri i bashkisë, sepse është familjari, është njeriu që duhet për këtë vend. Dhe unë besoj se bashkë me Gjokdheshin, Hajmeli do të shkojë në drejtimin e duhur, Vignela në drejtimin e duhur, Bushati po në drejtimin e duhur, Temali është në drejtimin e duhur, por edhe Shllaku do i bashkohet në drejtimin e duhur. Unë ju përshëndes gjithëve, ju ftoj të votoni, mos hezitoni. Fitoria është e garantuar, sepse stafi i Gjokdheshit, ju që mbështetni Gjokdheshin, nuk ndaloni, ju i një uragan, i cili me 21 qershor do të jap vlerë këtij vendi. Ju falenderoj gjithëve. Do ftojmë në skenë për t'i dhënë fjalën zonjushës Vinjola Bërthamza, e cila është antare e Freshit. E ftojmë në skenë me duar trokitje. Përshëndetje gjithëve, po dukeni shumë bukur sot, ka shumë numër, plot energji, ashtu sikurse fitoria jonë. Përshëndetje e veçantë për kandidatin tonë nderuar, zotin Gjokdheshi, edhe për deputetin tonë, zotin Tom Doshi. Faleminderit. Atëherë, ashtu sikurse pjesëmarrja juaj e shumë sot numër, po dëshmojmë që gjithë bashku po ecim drejtimin e duhur. Fushatës pa nga pak i erdhi fundi, por do jetë fillimi i një mënyre të re administrimi. Gjatë tyre ditëve ne u njohem me kandidatin, u njohem me programin, edhe kështu njohem alternativen e duhur për zhvillimin e kësaj zone. Edhe gjithë bashku ta dëshmojmë me votë në 21 qershor, votojmë zotin Gjokdheshi, kështu votojmë për zhvillimin, duke votuar kështu për veten tonë. Edhe në 22 festojmë fitoren tonë të pa diskutueshme. Faleminderit!
Doftojmë në skenë një zotëri të nderuar, i cili është kryetari i Këshillit Bashkiak Vaudeës, zotin Myftar Baba. E presim me një duartërkitje të madhe. Mirëmbrëma gjithëve. Mirë se na bashkoi kjo natë e madhe e fitores. Do kisha dëshirë gjithë votues janë të si janë ta shikojnë mirë të fletën e votimit se ka dy emra. Emri i parë nuk vlen, emri i dytë është Gjokleshi. Do të jetë fituesi. Dhe numri 24 është fleta partive të jemi 23-shin. Dal një këshill shumë i fortë e rëndësishëm. Unë s'kam që bëj historinë, po tham po ndjekum taksi komunën e Vikmderës me rezultate, inshallah sa ma shumë, edhe në të tjerë. Unë besoj se do të kaloj si bashki 1700 vota. Ju faleminderit. A jena përfitore? Atëherë vërtetojmë një duartërkitje shumë të madhe. Tani do të japim fjalën zotit Rok Rotani, i cili është banor në Ranzat të komunës Bëshat. E mirëpresim me duartërkitje. Mirëmbrëma dhe mirë se ju zgjetëm. Edhe sonde e këtim si miq, tonin e mrapa jena Venali. Jena Venali me një kryetar bashkiet, Gjoklleshin, në të nërtesën e madhe atje. Edhe i bëj thirrje ati gjënë marfët në abishir që qyë sonde se ka mëruaj mua bet. Nuk e patën me në full për atë që e këna poshtë, që e këna poshtë, edhe mitingun e bënë në ne atje, se nuk mund të njëtit mua, në? Por, më janë bashkas, para 4 ditë që kam kënë pistull, ashtu mësove i punë, edhe ishin disa të ri, kishin një bindje të madhe për Zefilin. Tash, unë nuk e kam për natyrë me folë për njerëzit, por ju bëj thirrje aty në të rive, shumë të rive, më thotë njëni njësh, të të shtagishtat në ples nuk i kuptojnë fakt, por shë e kishta e punë për te. Unë e tham një diçka, jam banori i fshatit Ranza, për 23 vjetë, është votu Partia Demokratike Zefila. Jo uj, e drita, asfalt që e thotaj, po me ne papru tuba birët në bërshpia, e me jashtru asfaltin, tapeta nuk jena të ngasul me te. Po tonë e ka qenë shpit vetë, e ne e shokën e në mis vetë. Ashtë komune si ka pas të ardhat më të mlojtë Shqipni. Dhe sëtë, më orë me pa fshatin tem, të linjes. Jam ba 63 vjeç, në jerë më të mirum nuk e kam pa. Vetëm për i dorë skeqe. Për i lhesi skeqe që është punu në dëmë. Por, mas i shkojnë mendja Zefil së mua se mërë vota në Ranzat Bëshatit. Jo ty, pa nës një vend tjetër. Iku e ako ma. I bëj një thirrjet të gjithve, socialista, demokrat, edhe atët që mund t'jeni thjesht skeptik. Të votojnë Gjoklleshin, një figurë prej mena në rritën, një familjar i mirë. S'ke që votën Zefilin, kur nuk e votën katun i vetë, vene i linjës i veti, kush dënë ma shumë si joti. Unë nuk e di, që shfarë më alët ka i njëri më alë me kërku vota. Që ka shkru ma tje? Punë e dignitet. Cilit për një që ka hum digniteti? Digniteti ka hu pa ti, që s'ka në gjapa a vjallë. E gjapa është ka thru në komunën e Bëshatit, për 23 vjetë. Digniteti ka hu ma tyre se e kënë kandidu. Edhe jo thamë që të rëqë, Zefile nuk është kandidat e Partisë Demokratike. Aty ja bëj një leshe linjë që ma din vetë njësit se që është bëj problemat e. Peshri, kam një diçka për Gjokën. Gjokleshi ka 3 universitete. Ka mërë juridikun, ka një universitet si Petër Leshi, Lek Biba, dhe një super universitet. Kena të mërumi të mdoshin, debatetin e shqipëcyshëm. Ashtë një debatet
që se ka Shqipnia me janë, me cilë hadhe problemet e vete që ne janë të shënu me di mirë, i ka i lonë të në mësdoret, edhe ka ardhme në shërbyne e këtu, sepse saj tu i thot jam këtu, ku jam sot. Edhe i përndojmë, që sa të jenë zjatë të mdoshit dhe të jenë deputet i Shkodrës. Ju bëjë thire zhjithëve, me 21, s'kam që ju bëjë thire se vetë prezenca juj, fletë vetë, me gojtë vetë, por, gjoka, me gjithë shpirt, me këtë staf të mrekullueshëm që ka, dhe të punojnë, me përkushtim, e me zela që shka punu Allah t'i e kua, që t'i shërbejnë t'i komunitetit, t'i shofin në sy njerëzit nesër, jesë e tjeti që më shetë bira që skutash, se s'ka ftyrë me dojnë para poplet. Ju falenderit, ju ftej gjithë në votime, ashtu si ju të në zemra ju. Dhe tani ftojmë në skenë një njëri i cili është punëtor i Besës, shembull për kryetar më i mirë i Bashkisë së Re Vaudejes, një familjar shembullor, një njëri punëtor, kandidatin Aleancës për Shqipërinë Europiane, drejtimi i duhur për Vaudesin. Kjo aleancë gjithë përfshirëse, me mbështetje të domajtëve dhe të djathtëve. Ky bashkim është për të pasur zoli nga të gjithë Shqipëria e madhe. Ftoj në skenë zotin Gjok Lleshi me një drejturi shumë të madhe. Mirëmbrëma Vaudesi, ju përshëndes gjithëve. Kanë met edhe 50 orë që të gëzojmë fitoren. Kena prit disa kohë që të marrin vendim prokuroria, gjykata, që të dënojnë kandidatin Ikje Zefila. Por ditën e dile, jena tanë prokurora, jena tanë gjyqtar, të marrin vendimin, ta çmontojmë nga pushteti Zefilën dhe Gjokul Dedën. Nuk do të merra ma me atë, sepse Zefi ka ikë. Por ne na dalin për para punë të mlaja. Bashkia Vaudesit do në punë. Do në punë sepse 23 vjetë nuk ka shpunun këtë vend. Atëherën kam rastin dhe momentin që të përshnes rrallë parë stafin tem, që drejtojnë një burri në rumë dhe politikan, Mark Zhuri. Por ne na erdhin edhe një uragan nga Tirana, Tom Doshi. Kena diskutu me Tomen, me Markon, me Pjetin, me kolektivin tonë. Në bile nga kalan tonë natën që Toma. Dhe thë Gjok, do blejmë disa pajisje, kompania si do një quni ju, që do të merret me këtë problem, do merret me problemet e kanaleve kulluse, vaditse, me rrugë, ku thë për 1 vjet, 2 vjet, në kanalet vaditse, kulluse dhe rrugët të jenë të shtrume dhe mos ketë asnjë grop në territorin e Bashkisë Vaudesit. Gjej rastin të përshnes deputetin, sepse sot po punohet, nesër do bëhet një riparim në kanalin e Shkjezit, ku do të vadisen Shkjezjanit dhe Brabusjan për herë parë masi 23 vjeç. Kena marrë përsi për një përgjegjësi të madhe, por bashkë me ju, ne do të drejtojmë bashkinë e Vaudesit dhe do të bëjmë bashkinë më të mirën e ma në Shqipëri. Kisha i kërkes për ata që nuk janë binë hala, të vinë në varkën tonë, në anijen tonë të fitores, të vinë edhe ato, sepse jam i bindur që ata njerëz që nuk na votojnë neve, ne do t'i drejtojmë ashtu si ata që na kanë votuar ne. Kështu që jena tonë barabartë, socialist,
demokrat, musliman, katolik, të bardh, të zi, jena tonë barabartë. Dera bashkisë Vaudensit do t'jetë e hapën për gjithë. Ju faleminderit. Fitore, fitore, fitore. Dhe tani, duke qenë se erdhi fundi i fushatës tonë elektorale, do thoj edhe unë vetëm 2 fjalë. Si përfaqësues e rinisë, ju kisha sugjeruar që të votoni numrin 2, duke qenë se zgjedhim drejtimin e duhur zotin Gjok Lleshi për kryetar i bashkisë më të re Vaudejës. Kjo është mbyllja e fushatës tonë dhe duke i ruar fitore zoti Gjok Lleshi. Faleminderit të gjithë për pjesëmarrjen tuaj, të gjitha njësive, Laç Vaudejës, Temal, Vignel, Bushat, e tjerë që janë prezent në këtë mbledhje. Fitore, fitore, fitore!